Betejë e Berishës me Spaku nuk ka lidhje me betejën që Berisha po bën propozitën për demokratët apo për Shqipërinë. Beteja me Spaku është një betejë personale, cilën ai do ta luftojë në mënyrën që di ai. Tani, që soti ai kishte më pak protestues se herët e tjera, ky është fakt. Po ta vjerë re. Me kujdes, Sali Berisha kishte humbur protestues cilët e kanë ndjekur gjatë gjithë kohën siç e kemi parë dhe e kanë shoqëruar. Dhe kjo është një shenjë pa diskutim që pushteti i tij sapo vjen dhe po bie. Dhe pushteti opozitar flas, ai pushteti ka ngelur tani. Alesia, në anën tjetër shikoni të mundur. Kështu që nuk e shoh luftë fare të Partisë Demokratike me Spakun, është lufta personale e Berishës për të ruajtur interesat personal familjar dhe pa diskutim lirinë e vet dhe të familjarëve të tij. E shikon në këtë moment që Partia Demokratike është në kaos, duke qenë se janë 6 bashki, ne jemi të fokusuar më shumë te Tirana, por janë dhe 6 bashki tjera të cilët nuk po reagon Partia Demokratike të nxjerrë një kandidat. Shikon një kaos brenda PD-s në këto momente dhe anë dihen të zhgënjur demokratët me zotin Berisha. Demokratët janë më të zhgënjur se kur dhe PD është drejt bojkotit saj si parti politike. Sepse është vendimi më i keq që mund të marrë një parti politike të hyjë me kandidat pavarur. Se nëse ti po hyn me kandidat pavarur dhe pa logon e Partisë Demokratike, për çfarë je ti Parti Demokratike, për çfarë je ti parti politike? Dhe kujt i shërben ti kur ti nuk ke kandidat? Sepse PD-ja ka dhe një histori, ka një ideologji, këto hiqen për konservator dhe tani të vendet majt në krye të listës që t'i prit gjithë betejës demokratëve, kjo është një çështje tjetër për të diskutuar. Apo jo? Shumë e vërtetë. Se ka qenë Berisha tërkohën që ka sulmuar Sorosin. Pa punë, si mund të pranojmë një kandidat lidhur me këtë të fundit? Këtu referohem madhështore Skalaja, që ka dalë me postimet e veta. Prandaj, që zoti Binaj të jetë fitues, duhet të ketë gjithë të djathtën dhe përtej saj. Po a e ka sot zoti Binaj gjithë spektrin e djathtë? Kjo është pikpyetja më e madhe dhe ky është një ndër eksperimentet më të shëmtuara që po bën Partia Demokratike dhe që për opinionin tim do jetë mbi 100.000 vota minus. Minus 100.000 vota, pra do thellohet rezultati që Erion Velia i pati përballë Belind Këlliçit. Është e padiskutueshme. Mbi ç'premisë ke këtë rezultat? Se apo mbi gjithë deduksionin se si është Partia Demokratike? E para që kur PD-ja nuk do hyj me logon e vet. Zotëri luftën e bën për logon. Gjithë debatin publik e kemi bërë me Lulzim Bashën për logon. Gjithë humbjen e zgjedhjeve të kaluara Berisha justifikoi se ne hyrëm pa logon, se duhet jemi korrekt me publikun. Tani ne jemi me Berishën, me logon ton, po thjesht ai thotë ne nuk do hyjmë me logon, se ne s'kemi kandidat. Dhe këto po e kërkojmë tek shoqëria civile të pavarur, atë për çfarë shërben partia politike? Për çfarë quhesh ti parti politike? Kur ti nuk ofron dot një kandidat potencial politik. Rama përballë ka vënë varcën e vet, që është një personazh totalisht politik. Pëlqen nuk pëlqen ty, kjo është e vërteta. Ka vënë një makineri shtetërore në dispozicion saj për këtë fushat. Ndërkohë, ku jemi ne? Jemi 33 ditë përpara zgjedhjeve bashkiake dhe sot kemi një kandidat hedhur nga Sali Berisha që thotë do ta konsultoj të bind dakord edhe palët antare. Ky kandidat thot ai do ketë thot suportin e Partisë Demokratike, se flet në emrin e suportuesve të Partisë Demokratike, por aman ky nuk do hyjë me logon e Partisë Demokratike. Dhe ky është precedent i frikshëm. Lesja, në këtë precedent të frikshëm, do doja të bëja dhe një pyetje të fundit që lidhet drejt për drejt me këto ngjarje. Në këtë situatë ku Partia Demokratike po shkon në një betejë, nuk po e përcaktojmë si do të jetë fati betejës, pavarësisht se ju thoni që do jetë një diferencë shumë e thellë me humbje. Mendoni që do të ketë një foltore 2 brenda Partisë Demokratike? Para 2 ditësh ish deputeti Ervin Saliani kishte bërë një takim në Korçë që në media u transmetua ose u përcjell sikur po niste një foltore 2. Mendon që Saliani do të reagojë apo e shikon të pamundur?
Tani reagimet politike bëhen në momentin e duhur dhe në momentin e caktuar politikë. Unë nuk mendoj që kjo është koha e duhur për të nisur një foltore 2, pa mbaruar dhe pa u parë rezultati që do prodhojnë zgjedhjet lokale, sepse Tirana do jetë një tregues i qartë nëse kandidati Berishës ka vota, mbi 100.000 vota, flas minus, do të thotë që kjo është një mesazh i qartë edhe për gjithë Partinë Demokratike dhe për drejtuesit e lartë saj, dhe vetëm mbas këtij rezultatin e mund të flasim për një foltore 2. Duhet ta lexojmë pa diskutim votuesin, duhet ta respektojmë votuesin. Duhet ta respektojmë votuesin. Patjetër. Dhe ky nuk është momenti për foltore 2, po është momentin që opozita ta marrë pa humor zgjedhjet e Bashkisë Tiranës, se ka hyrë me humor në këto zgjedhje. Alesia, edhe diçka të fundit, ditën e sotme në një prej dosjeve që është bërë publike nga SPAK, apo nëpër media, në një prej dosjeve më të vështira siç është dosjet e Durrësit, është përmendur dhe emri i Monika Kryemadhit. A e shikon çiftin Meta Kryemadhi një sfidë të madhe përballë drejtësisë? Ka ardhur koha që të përgjigjen përballë drejtësisë. Kanë ardhur koha dhe e zonjës Kryemadhi dhe çdo personazh që bën karshëlluk shqiptarëve, duke thënë që ka mbanjo dhe për macet, kur sot një çift i ri, sipas statistikave, duhen 19 vite pa prekur rrogën për të blerë një apartament dhe zonja Kryemadhi kishte banjo dhe për macet, duhet përgjigjen përpara institucioneve përkatëse. Përpara ligjit. Patjetër. Alesia, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj interviste. Faleminderit ty Ermal. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek këtu live në Antena Televizion dhe në emisionin Sinjal, mos u largoni, mos harroni të bëni subscribe dhe të regjistroni në kanalin ton, gjithashtu edhe ta shpërndani në diaspor, por edhe në Shqipëri. Është shumë e nevojshme mbështetja që secili prej jush na jep me një share, por edhe me një klik për të ndjekur informacionet më të fundit. Mos u largoni nga Antena Televizion, do të kemi përsëri lidhje live mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.